Ditë një sahabi vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon që dikush i kishte vjedhur diçka për pasurisë tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam e thret për ta gjykuar. Mirë po ky kishte bërë një farë komploti për t'ia lënë fajin dikujt tjetër që ishte i pafajshëm. Dhe në bashkëpunim me disa prej farefisit të tij, arritën të bënë një farë manipulimi që të dukej qartazi që hajduti ishte ky njeriu i pafajshëm. Mirë po Allahu Gjalla Gjalaluhu që i kishte parë çdo gjë, zbriti disa ajete kuranore për ta pastruar këtë njeriu e pafajshëm. Dhe ndër të tjera ju drejtua farefisit të hajdutit duke i thënë: ja, ju jeni ata që po e mbroni tashmë këtë njeri, këtë hajdut. Por kush do t'i dalë mbrojtja atyre përpara Allahu Gjalla Gjalaluhu në ditën e gjykimit? Kush do t'i mbështesë ata në ditën e gjykimit? Në fakt, ky duhet jetë parim për çdo kënd në jetë. Dikush mbështetet tek një formë pa drejtë për të marrë diçka që nuk i takon dhe ndoshta e merr në këtë botë. Por çdo të harroj se një ditë do dalë para Allahu Gjalla Gjalaluhu. Këto rrugët e pa drejta nuk do t'i bëjnë dobi në atit. Wassalamu alaikum.